Dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Policia po kryen veprime të thelluara hetimore për zbardhjen e ngjarjes së ndodhur më datë 19/5/2026 në tregun e frutaperimeve në lagjen Xhevdet në Pravishta, ku fillimisht u dyshua si ngjarje aksidentale. Si rezultati veprimeve hetimore, identifikohet dhe shpallet në kërkim një shtetas i dyshuar si autori i zjarrvënies, ndërsa vion puna për identifikimin e një shetasi tjetër të përfshirë në ngjarje. Në njoftimin zyrtar të policisë thuhet se më datë 19/5/2026 në sallën operative të Komisariatit të Policisë Lushnjë është marrë njoftim se në tregun e frutaperimeve të qytetit kishte rënë zjarr. Menjëherë në vend ngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë dhe ato zjarrfikse të cilat brenda pak orësh bën të mundur shuarjen e flakëve. Si pasojë e zjarrit janë dëmtuar disa tezga dhe produkte në pronësi të disa tregtarëve. Fillimisht u dyshua se zjarri ishte shkaktuar nga një shkëndijë elektrike, por në vijim të veprimeve të thelluara hetimore të kryera nga grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë, u bëi mundur identifikimi dhe shpallja në kërkim e shtetasit KQ, banues në Durrës i dyshuar si njëri prej autorëve të zjarrvënies. Nga këshurja e pamjeve filmike, rezulton se shtetasi KQ shfaqet pranë tregut së bashku me një shtetas tjetër, ende të pa identifikuar, të cilët dyshohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë ndezur zjarrin dhe më pas janë larguar nga vendngjarja. Policia po vijon punën për kapjen e shtetasit KQ, si dhe për identifikimin dhe kapjen e shtetasit tjetër që shfaqet në pamjet filmike. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprimet të mëtejshme. Në seancën e sotme plenare u zhvillua një interpelancë për gjendjen në Spitalin e Lushnjës, ku deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Korreshi ngriti shqetësime për ushqimin e pacientëve dhe mungesën e pajisjeve mjekësore në këtë spital, duke paraqitur edhe foton e bukës me kos që është mëngjesi që konsumojnë pacientët. Nuk ju vjen çik turp ju, po turp para shqiptarëve nuk ju vjen? O e turp kur dili pas qyr kur thoni këto. Nuk ju vjen turp? Po hajde pra shkojmë Lushit të dy dhe të shikojmë se çfarë strukture ke. Kaq, turp. Sepse po të kishin një fije të cipe, thoshit u boku po e pas kam lëshë drejtsin. Si rri kam u këtu. O bobo. Hajde pra Lushe shikoj atje. Unë kështu kam qef që ti t'japësh televizë televizive, sepse Lushnjat e din mirë se ku rrin atje. Edhe synet liqet janë rrallur atje, nuk merren më përsipër. Dakorta? Ajo anestezis se ta thonë miqe shok të tut, 6 muaj nuk punoj se nuk e gjiste njëri aparatin. Oj, me nderuar, oj, kuptoni që të turpimi. Ti sot ke një pacient për 57 ditësh në Lushnjë, që mjekohet, rri atje, që nuk ka, gjoj këtu, frigorifer për të majtë insulinën. Ministri e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Sala u përgjigj se spitali është pjesë e një programi kombëtar investimesh dhe se do të pajiset me aparaturë të re mamografie, duke theksuar përmirësimet që po planifikohen në sistemin shëndetësor. Më lejoni të informoj qytetarët për të vërtetën e investimit në Spitalin e Lushnjës. Spitali Bashkiak Lushnjë mbulon mbi 63.000 banor dhe funksionon në godina të ndërtuara para viteve 90. Të cilat për dekada kanë pasur amortizim të konsiderueshëm infrastrukturor dhe teknik. Kjo nuk është një problematik e krijuar sot. Është një trashëgimi shumëvjeçare që për vite me radhë nuk mori investimet e nevojshme. Pikërisht për këtë arsye, Spitali i Lushnjës është përfshirë në programin kombëtar të investimeve dhe infrastrukturës spitalore të financuar nga buxheti i shtetit dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Ndërhyrja po realizohen në godinën numër 3 të spitalit, ku funksiononin urgjenca, imazhëria, kirurgjia, reanimacioni dhe patologjia. Paralelisht, po kryen ndërhyrje edhe në ambientet e lidhura me maternitetin dhe shërbimet mbështetëse, me synim këto për mirësimin e kushteve për nënat të përsalindurit dhe pacientët në tërësi. Ky nuk është një investim fasad, nuk është një lyerje muresh për fotografi propagandistike, është një rikonstruksion i plot infrastrukturor që përfshin rehabilitimin e ambienteve spitalore, rikonstruksionin e rrjeteve teknike, përmirësimin e kushteve higjieno-sanitare, rritjen e sigurisë teknike dhe modernizimin e kushteve diagnostikuese dhe trajtuese.
Bllokimi i kolektorëve të ujrave të bardha e të zeza, veçanërisht pas përmbytjeve nga dalja e shtratit të Lumit Vjos, ka bërë që rreth 300 familje në Ferras të njësisë administrative Leva në Fier të bashkëjetojnë me ujrat e zeza duke u kthyer në shqetësimin më madhor të zonës. Sipas tyre, problematika ka nisur pas ndërtimit të linjës së re nga një firmë private rreth 15 vite më parë. Pasi firma në fjalë nuk është angazhuar asnjëherë me pastrimin dhe mirëmbajtjen e saj, teksa theksojnë se situata është rënduar së tepërmi, sidomos 4 vitet e fundit. Pavarësisht ankesave të vazhdueshme të banorëve, problemi ende nuk ka marrë zgjidhje. S'ka ardhur asnjë për të zblokuar këto gjërat. Jemi kështu me duar, ne me pensionistë jemi 150. Çfarë do bëjmë ne më përpara tash? Do rregullojmë të ilaçet ja po më ndridhe trupi që po flas. Prandaj, shikoni ju, bëni për popullin e shkret, edhe ju të hani, po edhe popullit të jetë e kënaqur. Jeni ankuar ju për këtë situatë? Po kush do po na fletë më, kush po na dëgjon neve? Unë dua që buseta të zblokohet. Se kur do të zblokoj, nuk e di. Për sa vite është kjo situatë? Po qofse ka 50 vjet, po tani vitin e fundit do bllokon fare. Pasuaj se do bllokon fare. Nuk kemi çfarë bëjmë. Kur nuk e mbanin, pse na i bën kolektori? Na ikte ujtë fare. Nuk them se e shu se ikte shkon të kanal. Na që kjo kur u bë kolektori, e shngritu rruga, ngellën në borët grop. Ujtë edhe të shiut që bje këteja, kthehet vjen atje, më vjen të shkallët. Situata paraqitet më problematike tek pallatet e zonës ku ujrat e zeza dalin në sipërfaqe duke u kthyer në burim infeksionesh, por edhe konfliktesh të vazhdueshme mes fqinjve. Gjithë problemin e ka ky zotnia në katë parë, ne jemi në katë dytë. Tani mua do mi vëri një tapaj poshtë edhe të notoj dhe unë lartë. Se kështu do vej kjo punë. Ja, ka që duam zgjidhje. Duam zgjidhje nga komuna. Ata përrim flën gjumë. Po ne që i paguajmë të tëra detyrimet me një pension 200.000 lekë? Funksionon kolektori fare, u mbytëm, na vim brenda, na eri poshtë krevatit. Delen dhe ma thanë, zje me njerëzit, nga do vete, do hap kapakun, të dali se nuk mundet të rrim brenda. E kam ngritur shpesh herë zërin për këtë problematik, thot kryeplaku i Ferrasit Zani Hyka, por deri më sot nuk është marrë asnjë mas konkrete. Unë zërin tim e kam ngritur, zërin e qytetarëve e kam ngritur, unë si njëri kaq mundësi kam për të bërë. Dhe inshallah dhe zëri im dëgjohet dhe zëri qytetarëve dëgjohet. Ndërkohë, sipas informacionit të marrë pranë Shoqërisë Rajonale të Ujësjelljes Kanalizimeve, investimi kryer në këtë zonë nga Bashkia Fier nuk ka qenë asnjëherë në varësi dhe menaxhimin e këtij institucioni, e pavarësisht kësaj, KUZ do të ndërhyjë brenda 2 ditëve për pastrimin e kolektorëve të bllokuar, por Ferrasi kërkon një zgjidhje përfundimtare të kësaj problematike dhe jo provizore. Procesi vlerësimit të arritjeve të nxënësve të arsimit fillor VANAF për klasat e 5-ta u zhvillua në qytetin e Lushnjës me pjesëmarrjen e 584 nxënësve të shpërndarë në 8 qendra testimi. Nxënësit u paraqitën në ambientet e testimit rreth orës 9, një orë përpara fillimit të provimit në mënyrë që të kryeshin të gjitha procedurat e nevojshme të identifikimit dhe sistemimit në klasa. Procesi u organizua sipas udhëzimeve të përcaktuara nga strukturat arsimore me qëllim garantimin e një zhvillimi të rregullt dhe të standardizuar të testimit në të gjitha qendrat. Provimi ka një kohëzgjatje prej 120 minuta dhe përfshin pyetje të hartuara sipas programit zyrtar të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar. Testimi zhvillohet për 3 lëndë kryesore: gjuha shqipe, matematika dhe dituria e natyrës, duke synuar të vlerësojë njohuritë dhe aftësitë bazë që nxënësit kanë fituar gjatë 5 viteve të para të arsimit fillor. Ndërkohë, Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro ka përcjellë një mesazh urimi për mbi 27.000 nxënës që morën pjesë në këtë proces në të gjithë vendin. Ajo ka theksuar rëndësinë e këtij vlerësimi si një instrument që ndihmon jo vetëm në matjen e njohurive të nxënësve, por edhe në përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së arsimit në nivel kombëtar. Të dashur nxënës të klasës së 5, ju jeni më të veçlit që bëheni për herë të parë për ju pjesë e sistemit të provimeve, provime që pastaj do t'i keni për gjithë jetën. E kam këtë mesazh sot për ju, për t'ju uruar suksese në këtë provim simbol që nis ciklin e shumë provimeve me të cilat do të esin në jetë. Por
duhet të kuptojnë se është i vetmi sistemi drejt që njohim deri tani për të matur dijet tuaja edhe për të marrë gjithë secili notën dhe meritën që i takon. Jeni mbi 27.000 nxënës që testoni sot dijet tuaja dhe në vazhdim në gjuhë shqipe, në matematikë dhe në diturinë atyre. Pikët me të cilat ju do të vlerësoheni do të na tregojnë edhe juve, edhe ne, mësuesve, dhe do të na shërbejnë për të analizuar anët e forta, edhe çfarë duhet përmirësojmë në procesin e mësimdhënies, por edhe për të orientuar më mirë gjithë punën tonë drejt cilësisë së arsimit parauniversitar. Për ju, por jo vetëm për ju, por edhe për ata që do të vinë në bankat e shkollës pas jush. Suksese të gjithëve, juve, suksese edhe mësuesve, që i keni pranë në çdo hap dhe kanë bërë gjithë provat bashkë me ju që ju të dilni sa më mirë sot. Unë dua të falenderoj me gjithë zemër dhe prindrit tuaj, të cilët ju ndjekin çdo ditë, kanë emocionin e provimit tuaj të parë dhe unë jam e bindur që ju do të dilni shumë mirë, sepse jeni më të mirët. Rreth 2 javë nga zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit, procesi votimit me post për qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit ka nisur këtë të njëjtë, ndërsa procesi do të zgjas deri më 6 qershor 2026. Sipas të dhënave, bëhet fjalë për afro 105.000 votues të diasporës, shumica e të cilëve jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Përmes një njoftimi në Facebook, KQZ-ja ka sqaruar hapat që duhen ndjekur nga votuesit për realizimin e votimit me post. Sipas institucionit, pakoja me flet votimin do të dërgohet në adresën e banimit të votuesit. Pas pranimit të saj, qytetarët duhet të plotësojnë flet votimin, ta vendosin atë në zarfin e fshehtësisë dhe më pas bashkë me deftesën e regjistrimit ta fusin në zarfin kthyes. KQZ-ja ka bërë të ditur se votuesit duhet të shënojnë adresën e kutisë postare përkatëse dhe ta dërgojnë zarfin përmes postës, duke theksuar se ai duhet të arrijë në kutinë postare të vendit përkatës jo më larg se 6 qershori. Për këtë proces, KQZ ka aktivizuar kuti postare në 22 shtete të ndryshme, përfshirë Gjermaninë, Zvicrën, SBA-n, Mbretërinë e Bashkuar dhe vende të tjera. Në funksion mbetet edhe kutia postare përhershme e KQZ-s në Kosovë. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.